Doktor, çështja Balluku duket sikur po harrohet. Ju keni pasur deputetët tuaj në Këshillin e Mandateve. Pse nuk nxjerrni detajet të tjera nga kjo dosje? Kjo do të jepte fund dhe zërave se në dosje janë implikuar deputetë të opozitës. Çim ndregjoni? Do të më falni, po dosja Balluku nuk është dhënë deputetëve. Deputetët është dhënë një raport për të cilin ata kanë firmosur para prokurorit se mbajnë përgjegjësi penale në rast se e nxjerrin raportin. Tani, në qoftë se ndokush mund t'i shkoj mendja se në dosjen Balluku ekzistojnë emra opozitarë, gabon shumë rënd. Shumë rënd. Ju garantoj se nuk ekziston as edhe një emër i tillë kurrë. Por do t'u them një gjë. Unë jam kryetari i kësaj partie. Unë deputetëve antarët e atij komisioni nuk ju kam kërkuar as për veten time të shkelin deklaratën që kanë bërë me përgjegjësi penale. Jam kryetar partie, nuk jam kam kërkuar një gjë të tillë, sepse është ligjore, janë të detyruar të zbatojnë ligjin. Ato që hapin këta janë ju mos u bëni viktime shpifje në ndihmë të Edi Rams, sepse sot një kor i tërë krijon dhe shpif çdo ditë gjëra se si të lehtësoj pozitën e Edi Rams. Por t'i them një njeriu që ka firmosur me zotim që mbaj përgjegjësi penale për këtë, unë atë nuk e bëj. Nuk i them. Natyrisht, ju siguroj se s'ka ngel gjë reale e rëndësishme pa dalë, ato që janë, se dosja se është dhënë, ato që janë dhënë në relacion që ka sjell prokuroria. Doktor, nafta ka shkuar 2200 lek litri. Keni propozuar në një draft për uljen e saj, Natasha Tao? Kemi përgatitur draftin në cilin ne kërkojmë me njëherë përgjysmimin e taksës qarkullimit dhe lvizjen e aksizës. Pra, ligji ynë propozon përgjysmimin e taksës së qarkullimit dhe aksizës dhe lvizjen e aksizës, sepse sot nafta, edhe njerë, ne do kërkojmë dhe të vendoset sistemi fiskal që ekziston në Kosovë dhe Maqedoni, vendën e cilat nafta rritet kur rritet të tregun botror, por kjo rritje përsëri bën që çmimin të vendet jetë 70% më i ulët se në Shqipëri. Muharrem Kurti, përshëndetje Dr. Berisha, e para duhet i bëni thirrje strukturave vendore për organizimin e protestës. Së dyti duhet rrethojmë kryeministrin dhe protesta të mos jetë 2 orëshe. Shumë faleminderit Muharrem për sugjerimet shumë të drejta. Mendoj se strukturat e Partisë Demokratike sot më shumë se kur duhet t'i përgjigjen misionit tyre, mbasi ky mision është shpëtimtar për Shqipërinë dhe opozita është shpresa e vetme për këtë vend. Së dyti jam plotësisht dakord me ju se protesta e qëndrueshme dhe vazhdueshme është rruga e vetme e përmbysjes regjimit. Albanian Americans, Zoti Berisha, cili ishte thelbi i amendimeve që kërkoi grupi i PPS dhe a do t'ja paraqes Parlamentit Evropian? Amendimet janë paraqitur Parlamentit Evropian por duhet keni një gjë parasysh që Parlamenti Evropian ose vetë Komisioni jashtëm i Parlamentit Evropian, sikundër Parlamenti janë pluripartjak. Pra, janë grupe të ndryshme, por unë me deklaratën që pash dhe që është publikuar të
të raportit të AFET-it, raportit Komisionit të Jashtëm, që ishte në fact-finding, unë gjeta se aty ishin pasqyruar shumica dërmuese e shqetësimeve dhe problemeve tona, çka tregonte se edhe socialistët europian kanë një ndërgjegjësim më të madh për zhvillimet në Shqipëri. Thelbi i amandamenteve tona është dhe kërkesat tona janë të qarta, dënojmë me forcë bllokimin e drejtësisë dhe mbrojtjen e vjedhjes dhe korrupsionit qeveritar nga Edi Rama, lidhjet me krimin e organizuar dhe farsën zgjedhore. Ju besoj e muar të vesh se po këto ditë Shqipëria është shpallur nga instituti më prestigjioz në Europë për vlerësimin e demokracisë dhe të drejtave, DIVEM, quhet ky institut, është shpallur, VIDEM, është shpallur diktaturë autoritare apo autokraci elektorale e theksuar, e shprehur. Çka përbën kjo sigurisht një lajm shumë të hidhur, por nga ana tjetër përbën dhe një ndërkombëtarizim të problemit të Shqipërisë, të lirive të drejtave të shqiptarëve në Europë dhe në botë. Përshëndetje, doktor Berisha, jam Vojsava Çaushaj, ish studente e dhjetorit të demokracisë, jetoj në Itali, pjesëtare e grupit të riorganizimit PD Itali. Një grup adhetarësh demokrat, intelektual aktivist, për 60 persona çdo ditë në rritje, nga Bergamo në Taranto ku unë jetoj. Po presim me padurim një takim me ju qoftë dhe online. Faleminderit dhe rroft Partia Demokratike. Me kënaqësi unë do u përgjigjem kërkesave për takime dhe online dhe të gjitha formave. Edhe ju falenderoj shumë për punën që bëni Vojsava. Greta Beqiri, zoti Berisha, si e komentoni rritjen e çmimeve në Shqipëri, kryesisht të karburantit? Çfarë masash do të marrë Partia Demokratike? Rritja e çmimeve është një spekulim i madh në Shqipëri, mbasi qeveria shqiptare vendos mbi litrën e naftës taksat prej 1.1 euro, si asnjë vend tjetër. Zotimi ynë është dhe ka qenë i prerë që në territorin e Republikës Shqipërisë nuk do mund të shitet 1 litër naftë më shtrejt se sa në Maqedoni dhe në Kosovë. Çka do të thotë se ne do të barazonim taksat me këto dy vende dhe pastaj gjithçka tjetër do goditej me dorë të hekur si spekulim, sepse Maqedonia dhe Kosova nuk kanë asnjë plan detku dhe naftën e marrin nga Durrësi dhe nga Selaniku dhe e shesin naftën 70% më lirës, e shesin naftën rreth 70% ndër çmimin e Shqipërisë. Kështu që duke niveluar taksat me këto vende, ne i hapim rrugën një çmimi të barabartë me këto vende.